një rast që më ka ndodhur, nuk është se isha date me ato çune, thjesht po pija kafe. E kuptova që ai më kishte qef etj dhe filloi ky un kam këtë, kam atë, kam bër këtë, kam bër atë, jo po familja, jo po kështu ashtu, po më tregonte lekët e mëdha që ky kishte Mika, e po tregoi gjë që e ka. Ishte hera parë që po. Ishte hera e parë që ulur në kafe, dhe unë thjesht isha ku i ke hajë po e dëgjoja po. Këtu doja të dilja dhe në një moment erdhi një nga këta fëmijët në rrugë dhe i kërkoi këtij lek. A më nëse kemi për vete do t'japim ty. Dhe thjesht unë dora kuletën, i thash, ca leka, sa të vogël, pastaj i thira kamarieres dhe i thash, të lutem shumë pak faturën dhe ky jo çfarë? A mëse kursi ato që kemë vete, i thash unë se ndoshta s'kes, m'jaftojnë për vete. Po jo mos e kisha për këtë lloj gjëje. Po mirë, i thash unë dhe filloi ky duke më pyetur mua, po çfarë të pëlqen ty te një mashkull? Çfarë të bëj interesante. Dhe unë i thash, i rendita disa gjëra dhe në fund i thash, e di çam më inaptoz dhe mbezis shumë te një mashkull, kur fillon flet për lekët. Jo, po kam këtu jam për atë. Ke lek ti? Më nxjerr sa ke lek tani me vete. Ti tregoj unë sa leka me vete, më tregoj dhe ti sa leka me vete, nëse ky është muhabeti që ti do të bësh. Jo, nëse ky është muhabeti që ti do të më bësh, kështu do të më prezantohesh ti mua duke më treguar që kam lek, mi trego vlla, se gjë tjetër ti nuk më ofrove mua.